Përshëndetje të dashur miq, Ramazana, e dini se çfarë është konsumi përjetues? Për shembull, udhëtimet, shikimi I koncerteve, kurset e fitnessit dhe shijimi I ekspozitave të artit konsiderohet të gjitha si konsum përjetues. Sot do të flasim se si konsumi përjetues në Kinë mund të bëhet një fushë e re lëvizëse për zhvillimi me cilësi të lartë të ekonomisë kineze. Nevoja të për konsumu të moshuarve po marrin një vëmendje më të madhe. Agjencitë e udhëtimit kanë marrë parasysh plotësisht gjendje fizike dhe nevojat e personalizuara të moshuarve gjatë planifikimit të itinerareve. Si rezultat sektorët e lidhur me këtë turizëm, si hotelet, restorantet e të tjera, por gjatë rrugës kanë përfituar gjithashtu mundësi të reja zhvillimi, duke formuar një zgjir të plotë të sektorit të konsumit turistik. Konsumi përjetues I plazhit të ri po përmirësohet vazhdimisht. Biletat për aktivitete kulturore si talk show, koncertet dhe shfaqjet skenike janë të vështirë për të gjetur, që tregon kërkesë e madhe të rinjve për përjetime shpirtërore dhe kulturore. Përveç kësaj, çelja e shkollave të natës është bërë një pikë e re e konsumit përjetues të rinjve. Zhvillimi I volushëm I shkollave të natës jo vetëm që ka hapur të leqet të reja për institucionet e të trajnimit arsimor, por edhe ka sjellë gjallëri të re në ekonominë e natës. Rritja e konsumit përjetues thyen kufizimet e konsumit tradicional, integron thellë konsumi dhe përvoja e jetës dhe I shton hovi zhvillimit ekonomik me cilësi të lartë. Nga njëra ana, konsumi përjetues ka nxitur optimizimi dhe përmirësimi e strukturës industriale, për të përmbushur nevojat e ndryshme të përvojës së konsumatorëve. Kompanitë përlisin vazhdimisht investimet e tyre në inovacioni e produkteve dhe përmirësimi e shërbimeve. Nga ana tjetër, konsumi përjetues krijon një numër të madh të mundësish punësimi, sepse çdo fushë kërkon një numër të madh të talentesh profesionale, duke ofruar vende pune të bollshme për shoqërinë. Epoka e konsumit përjetues po ndryshon stilin e jetës së njerëzve dhe po ofron shtysë të fortë për zhvillimi ekonomik me cilësi të lartë. Po ju çfarë bëni zakonisht në kohën e lirë? A jeni të gatshëm të paguani për këto përvoja? Mund të ma të lekoni te komentet.